Delvina, ditën e djeshme, pra ditën e hënë komuna Çajirit, por edhe Tetova shpallën ditë zije me rastin e humbjes dhe ndarjes nga jeta të këngëtarit i njohur Shpat Kasapi. A mendoni se kjo ishte një vendim i vonuar apo autoritetet shqiptare në Maqedoni kanë qenë, po themi, shumë të vakta sa i përket nderimit që do duhej bërë në kohë ndaj figurës së Shpat Kasapit? Shumë e vërtet, disa personazhe të zëshme reaguan në rrjetet sociale sepse nuk është ndërmarrë një hap i tillë. Mirë po, unë pata një negociat me një personazh shumë autoritativ këtu në Maqedoni, sepse ishin festat e nëntorit e dihet për ne nëntori është i shenjtë, aq më shumë dita e flamurit, dita e pavarësisë së Shqipërisë. Dhe mendoj që familja ka bërë një akt madhor që ceremoninë mosore nuk e bëri pikërisht në ditët e festave të nëntorit. Dhe reagimet e shumë autoriteteve bën dhe ndikuan te komuna e Tetovës edhe e Shkupit që të arrihet që të ketë një ditë zije për artistin Shpat, sepse Pala Maqedonase ka bërë disa ditë zije për një këngëtar, Toshe Kroeski, dhe pse jo edhe ne të mos përfaqësohemi nga shqiptarët tanë, nga artistët tanë. Dhe në këtë rast mendoj që familja, pavarësisht dhimbjes së madhe që i ka kapluar, ata bën një akt shumë madhor që nuk e prishin festën e shqiptarëve. Këtu mund të përmend që para do viteve, në 26 nëntor, kur ishte ambasadori Reka këtu në Shqipëri, në Shqipëri në Shkup, pati një fatkeqësi në Shqipëri. Dhe pikërisht atë ditë mbaheshte ceremonia e ambasadës së Shqipërisë, gjë që vazhdoi ceremonia për shkak të festës madhore që kemi neve për ditën e pavarësisë dhe ditën e flamurit. Delvina, a nuk do të duhej që, siç e përmendët edhe ju, që shteti i Maqedonisë Veriut t'i kishte ofruar, por edhe shteti shqiptar dhe autoritetet shqiptare atje t'i kishte ofruar një nderim shumë herë më të madh figurës së Shpat Kasapit dhe po themi një përkujtimore të një niveli të atill që i shkonte për shtat figurës së këtij këngëtari i cili kishte thyer kufit e hapësirës shqiptare, pra kishte shkuar përtej hapësirës shqiptare me këngët e tij, sepse e pam që dhe përcjellja e tij u bë në një fugon me dyert të hapura, ndërkohë që kemi të bëjmë një figurë e cila ka lënë gjurmë të mëdha në muzikën shqiptare. Po, jam e mendimit që duhet të nderohet, siç e dim që Shqipëria ka disa tituj të rëndësishëm. Jo më kot në bisedën tonë të lirë u tregova se unë kam qenë kryetare e shoqatës Josip Vajgeri dhe kam arritur që të kryej emisionin tim për ta shpallur nder i kombit nga presidenca e Shqipërisë Josip Vajgeri. Mirë po, mendoj që Shpati ka thyer shumë barriera dhe do duhet që të nderohet në një çmim si mjeshtër artistik apo një titull të ngjashëm. Thash që komuniteti i artistëve do duhet të bashkëpunojë me faktorin politik shqiptar, duhet të çojë zërin dhe duhet të arrihet deri në atë pikë sa që të nderohet një artist i tillë që la një trashëgimi të bollshme dhe që publiku e ka mirëpritur goxha mirë, ashtu edhe unë ndjej pas vdekjes së tij. Në këtë rast, ju si mendoni se do ta përkujtoj vetë Tetova, vetë komuna e Çajirit që do të mbajë një ceremoni në orën 13 ditës sotme, në vitet e ardhshme vetë figurën e Shpat Kasapit? Po, është pyetje me vend sepse
neve tash e kemi kuptuar se sa intervista ka pasur Shpati dhe sa paraqitje në publik. Do duhet të bëhet një përmbledhje e gjithë historisë së tij dhe mendoj përmes konferencave dhe përmes paraqitjes së artistëve duke treguar mbi veprimtarinë e tij dhe ballafaqimin ose bashkëpunimin me të, dhe kështu që do mblidhen materiale të shumta që të arrihet që të bëhet edhe një far historik mbi jetën dhe veprën e Shpat Kasapit. Unë në fillim e potencova që e kam takuar në për hahengje, kemi lidhje familjare të largët, por Shpatin shpesh e kam gjetur edhe në qarshinë e vjetër, ku ka dhënë ndihmë ndaj skamorëve, i kam influar ata, gjë që është një akt shumë i bukur dhe një humanizëm që ka pasur ai, dhe këtë gjest e kam pasur disa herë, madje kur jemi takuar, kemi bashkëpunuar me që unë i përkas botës së letrave, shkruaj edhe poezi, shpesh kemi diskutuar që të marrësh një poezi që ta bësh këngë, por çdo herë për shkak të agjencës së ngjeshur si nga ana ime, ashtu edhe e Shpatit, është vonuar kjo. Dhe kjo më ka mbetur peng që nuk kemi realizuar një projekt të tillë. Por Shpati për herë ishte njeri që deshte të bashkëpunojë, ishte njeri i cili për herë rinte pranë njerëzve të tjerë, për herë ndaleshte dhe bisedonte me njerëzit. Dhe ky është një gjest shumë i bukur dhe duhet të jetë shembull sidomos për brezat e rinj. Pavarësisht arritjeve të lartave dhe sukseseve, mbi të gjitha ai duhet artisti të jetë njeri dhe të flet me ardashësit e tij, me tifozët e tij dhe me bashkëpunëtorët e tij. Po, ju e keni njohur nga afër Shpat Kasapin dhe a mund na rrëfeni atë pjesën e panjohur për publikun, siç e përmendët ju, qasjen që ai kishte dhe ndihmën që ai ofronte kundrejt shtresës së varfër? Ishte i tërhequr që të mos e shohin njerëzit ashtu mendonin të tjerët, por ai ishte shumë i thjeshtë dhe shumë i pashëm njëkohësisht, të cilin nuk e shihni me makinë të udhëtoj, por ecën në këmbë në pjesën e qarshisë. Daleshte dhe njerëzit i flisnin, dikush ja këndonte edhe këngët e tij. Dhe kjo në këtë rast edhe atë i lumturonte si artist, sepse përderisa i përkas edhe botës së artistëve, e ndjem shumë të veçantë që dikush e di veprën tonë. Dhe në këtë rast edhe Shpati kënaqeshte me atë që njerëzit e shihnin dhe e këndonin këngën e tij. Shpati ishte bashkëpunëtor jo vetëm me botën artistike, por edhe me njerëzit e rëndontë që gjente gjatë rrugës. I veçantë, do të dinë fjalës.